Tornadot godasin 2 shtetet të Shtetet e Bashkuara, të paktën 16 deri në 21 të vdekur, të paktën 16 ndoshta dhe 21 persona janë raportuar të vdekur pas tornadove të fuqishme që goditën 2 shtete në Shtetet e Bashkuara, Kentucky dhe Missouri. Zyrtarët në Kentucky njoftuan se në këtë shtet janë regjistruar 9 viktima, ndërsa 7 persona humbin jetën. Në Missouri përfshirë 5 të vdekur në qytetin e St. Louis. Tornadoja që goditi Kentucky mbylli një tragjedi në qarkullore në juglindjen e shtetit gjatë orëve të para të së shtunës. Zyrtarët rroqën vëmendje se numri i viktimave mund të rritej pasi puna e kërkim shpëtimit vazhdon. Në Missouri, tornadoja shkatërroi 5.000 ndërtesa, rrëzoi çadite, shkatërroi linjat e energjisë elektrike, mbi 100.000 shtëpi në St. Louis mbetën pa furnizim me energji elektrike. Departamenti i Zjarfikësve ka nisur operacione kërkim shpëtimi në zonat e prekura nga fatkesia natyrore. Sipas shërbimit kombëtar të motit, tornadoja që goditi St. Louis rreth orës 14:30 për premten pranë parkut Forest After kopshtit zoologjik dhe vendi ku zhvillohen lojrat olimpike të vitit 1904, ndërkohë në pjesën e kishës së krishterë Centennial u shëm duke shpëtuar disa jetë, por një nga personat e shpëtuar nuk mundi të mbijetonte. Autoritetet vendosën një shtetërrethim që do mbetet në fuqi deri në orën 6 të mëngjesit në zonat më të prekura.